politik. Pastaj erdhën në ullën në Tryez. Dhe pastaj thanë, okej, ullën në Tryez. Filluan ne u detyruam të nxilin dhe një emër, të propozonin një emër. Që është Ajer Malasime. Që ishte, unë nuk e kam thënë shprej mirë, sepse për respekt të diskutimeve që po bëheshin, sepse kishim nevojë dhe të tregonim që nuk ishin fjalë ato, nuk ishte thjesht një propozim jo konkret. Dhe nxorëm një profil që unë mendoj i plotësonte të gjitha kushtet, ishte një kandidat shumë i mirë. Tani, ndërkohë që ne ishim duke diskutuar, një ditë të bukur, dhe isha në Delkovec për shtypje, thotë, kjo është kandidatën. Dhe kjo ishte ajo që ju quajtët si tik pas shpine. Kjo ne na pre në bes. S'ka diskutim, se kur ti je të thonë, hajde ullu, që të shikojmë, ne kemi të gjithit në parë, ne nuk kishim ndërmend të vendosim emrin si kusht. Nuk prisnim që partia me madhe opozitare të vendoste të... Po kushti kryesor ishte që t'ishte jo partia. Ne kishim vetëm t'ishte jo partia, pastaj qartësisht ata kishin fjalën e fundit. Por ishte pa nevojshme që të sileshin në këtë mënyrë, por nëse të qoftë. Kjo nuk ka rëndësi. Po më thoni që dhe ju dhe zoti Asimi e morët vesh nga ekrani në mbështetjen e PD-s për Binaj. Absolutisht. Nuk ka asnjë diskutim. Nuk e sollën në tavolin vetë tanë hajde ulemi, se nuk është se i detyroi njëri, vetë tanë. Po nëse, kjo nuk ka rëndësi. Nuk është çudi, nuk habitemi, por kjo nuk është arsye që ne na errin sy tani dhe themi nuk bëni çfarë doni vrisni vetëm. Okej. Kjo është arsyeja pse ju po mbështesni Binajin sot? Sepse interesi i propozimit ynë, qëllimi i propozimit ton ishte t'i jepnim Bashkisë Tiranës një kryetar bashkie të pakorruptuar. Ky ishte interesi ynë, interesi i qytetarëve. Qëllimi ynë ishte të plotësojmë interesin e qytetarëve. Kjo na çoi të dilnim me një propozim që pastaj u pranua. Dhe vazhdon të jetë i njëjti. Ne këtë interes kemi. Interesi i qytetarëve nuk është interesi ynë. Interesi ynë, ne ishim rehat, comfort zone, kishim marrë 6% të votave pas asnjë viti që kishim krijuar një parti politike, kemi marrë 6% të votave që si fillim nuk janë keq në Bashkinë e Tiranës. Mund të rinim, është dy fishi më falni një sekond. Tani nuk e ma dot se janë... Jo, do ju pyes, t'ja bëj pyetje më specifike pak më vonë. Është dy fishi i Shqipëria bëhet që ishin koalicion, dy parti bashk, dy fishi i Lëvizjes bashk, për të thënë që ne ishim rahat në atë projektin ton, dakor që vazhdon të qëndroj, por ne si politikan kemi ne do t'japim një zgjidhje. Nuk mund të themi, ne mirë jemi këtu, ne nuk kemi profesionistë të politikës, unë nuk jam këtu se s'kam e qatë merem. Unë jam këtu se dua të jap zgjidhje dhe kur del përpara mundësia për të dhënë një zgjidhje, për të këputur korrupsionin, për të këputur zinxhirin e korrupsionit të Edi Ramës që do të zvendësoj një të korruptuar me një tjetër të korruptuar, nëse del mundësia pa u kompromentuar, duke qëndruar secilit të projektit i politik, pse nuk i matët forcat? Duke mbështetur një kandidat jashtë partive politike, nuk ka arsye pse mos ta bëj. Pse nuk i matët forcat dhe ta kandidonit Ermal Hasimen veç? Çfarë do fitonin? Vetëm. Më fal, të lutem, edhe një herë. Po të ishte interesi ynë të tregonim muskujt, e tregonim po të ndiqja unë atë që një pjesë priste, inatin e vlonjatit që nuk arsyeton edhe thot tani o tregoj unë këtyre që na pre në bes, dakord, do kishim bërë këtë. Më falë, ndiqnit 11 majnë, vetëm të mbëroj. Po pra, se dhe unë të 11 majnë edhe ty do vi. Nuk ishte ky interesi, po të ishte interesin ton, po kjo do ishte. Nuk ju pranoj Asimi apo nuk donit ju? Dgjoj, shiko. Unë e kam thënë shpesh e ta them dhe ti e di. Që unë dëgjoj njerëzit, dëgjoj votuesit tanë, dakord? Ne mund të dilnim edhe kishim dhe arsye. Nga mënyra se u sollu, kishim arsye, çka keni? Vazhdoni bëni çfarë doni, ju s'keni përfituar kur, nuk ndreqeni kur.